Valloj, unë ma shumë. Je nervozë kohë gjithë me qitë gëj. Ma bëjke, pse le të gëj, hajtë bërë mos të përshua hiqë mërë se për të hajtë komen. Hup, keshke, ati besi pisha. Jo, kur s'kemi pas të keqe me ta. As me kujshi këtu, as me kushëria, kur, hiq. Kur, ja. 80 gjatë e bona dhe sujta me qitë. Jo, që pa fe qëfar rene, pa ka dëmë që është i cakt. Që po të vjen marrë para gazetarëve ashtu. Me anë sujta me dhonë, një mas porita në mos që s'ka me ka le këtë dush. Po bëmë se në tani u me posha lojt. Derisa vitet kalonin, shoqëria e tyre forcohet çdo herë më shumë. Periudhat e vështira të njërit apo tjetrit tregojnë se i kanë kaluar bashk. Mes shakave, ditët e tyre po janë të hareshme edhe në moshën e pleqërisë. Duke treguar për miqësinë e tyre që nga fëmiria, i Bushi duke ngacmuar Avdushin, kujton se pas vdekjes së gruas, ai kishte rekomanduar të martohej përsëri. Jo, e kom lutë. Jo, po, mash lutëm ka thonë disa herë, edhe kom pas mundësi në Prishtinë, kom nejë se në dëgjën, kom punu edhe në treg. Ta që ka ra pishmon që së martohej. Pasha zotin jo. Jo, brese, tasha, shuj. Që më thonë diska jo, qysh, qa me bo tani, veç me hu. Atër i zbut fjallë ti. Jo, ty i ven i zbut. Fjallë. Ja, nuk jam se ti unë. Pak gjokin e kam mas shtirë se ti. Po. E i Bushi tregon se ka diçka që nuk i pëlqen tek shoku i tij i zemrës. Ai thotë se nuk është i kënaqur që Avdushi shkon shumë rrallë për ta vizituar. Njojt. Dhe që unë pak ma shpesh vi, ky pak ma rrallë vjen. Pak. Se donë të zinja. Jo një dek. Nas spelu i heq. Për që ta. E unë e vi shpesh. Jo ty nuk mund shmorë ma shpesh. Të unë se. A di që kur vjen ky? Një muj, 2. Se ka largë edhe ka të ndjerë shpi, se ka mas foltin. E unë e ve valoj, që ty veç tu kur për dhirna, ka gja për tu, po bijin një farë truqi që tu, po shpo më dorëve, të fash pore ati idealit. Mas e ki fjallën rrej sa të dush. Jo, valoj, unë e fjallën e kam cakt, po ruje ti se shqizojnë zinja, pasha zotin. Valoj, veç që si del ranë, mas do dhe kam njetë shumë. Do të me nga në për ponën, në për qështë katë. Po ku jo, te në brinje, po ka jo, e hrasin, ka të një amon dhek, type jo, u për vetis po mëj, ashna me konë që sojnë në drëthin të me shkoj pak, se me nej nuk mëj. E kjo rrinë, valoj në për dhek a rrinë. Po. E jo, në nërveti që i bom të dhe djetë kur rasim i shoh, asim i rri. Ja, nuk e shoj këto kur. Ja, më shoj, ja, veç të për rënë, po. Jo, që ato e ka bon shkollë, a din se e ka marak atëpar punë, se vetë, a di kujton mënuat me këthy gjinën rajeve tim, së më në shmë shtiti me raj. Jo. Ma s'ka tuni shtu njëtë, kënë në për deka, në për... Shoqëria e tyre tashe një jetë, dita ditës merë freski, pavarësisht se vitet ecen. Ngacmimet që i bëjnë njëri tjetrit janë të përhershme. Përdore, komëm që vëlloj të ishpi. Ja kom një thy komën kaqarrele, kom një kaqarrele drunit të tekrit për gjysë. Komën tak dhe të rrinë kaqër. Po. Në regullë mirë është, rënës ja prenoj. Ja, po se i koha kështu rënd të mërmenja si cakta, asjo se ka cakt. Me kaq nuk përfundojnë shakat e ngacmimet mes tyre. Ata tregojnë se çfarë i thonë njëri tjetrit kur i rreshen ngacmimeve. Ka me morë në që kishtë malë, e me qitë krevet e hitë që kishtë me ndrejtu, se kështu kryllë në varë nuk shtihet. E ka zonë qatë kom thonë ti. Ja, nuk di. Ja, po valloj, veç po dore, qërën nga motër. Ma boni qashtu, thash qërë unë qatë. Thash unë kam buqu. Lugat. E jënë do vorët i kem që ka jënë do kurrumet që atje. Tete kurrumet, thash kom e të një ke pa shoshtri shtyve në leo. Pa, fjolla vike qashtu. Fjolla vike.
Po, e qashtu... E pavarësisht se njëri tjetrin e kanë mek të zemrës, nuk kufizohen asnjëherë për shoqëri të re. E kur kjo të ndodh, shoqëria bëhet e përbashkët. Valla nuk u përziky me shokëqi. Edhe kur i ka bon, i ku mdesht. Ja. Këve gjithë këshis ka jesur në për fambatit, kur? Mos, unë si heq. Baba ma mbojke, a në mërë dyrës, a një me ka kërku këtu në për... A si u qajke, e pike një kove. Aja, shu që aja më mërëjke, dola në me një guj të një fund kombe, bërshke. Si janë eske të lukë ju, që sa dhe rënë. Një kushe kohë, e Allah ka lo bëllë. E kur mbi supe kanë mbi 8 dekada të mbushura me ngjarje të ndryshme, Avdushi konsideron se koha e ditëve të sotme është më e vështirë për disa arsye. Që tash o zarë, më zonja që tash se kanë kaluar dhe sene shumë të këshia në orë të atrit, shumë janë habit, besa bese dhe femnat këgja shumë dhe. Për ditë po vrohen, për ditë asi shumë keq. Se nuk e gjia, haram gjia, në qurë pesha, di shka kohë, këtu një kohë shëzit, kohë të lartë ujtë, kohë me kohë. E këna pas në një plakë, ku e në kohë bashkë me këta këshërit, dhe ke verë mundi të hakrit. E këty pe izmeron në kejt e kanë, pe balaki. Se tyve kër s'ka pas... Jo, që ashtu që ajo fjora, në me fulle... Morali o këllë i furë, të të herë. Krejt, jo, sot një tritë janë të e majtë fort mirë, katunin tonë, po. Katunin tonë. S'nin që boni dishkar, dirë që tjera katona, s'pishem televizora? Jo, s'pishem. Ja, s'pishem ti, se unë pishem. Jo, vallaj, unë e shë se televizorin. Se di kush e ka pas në ziri, që i e kona të... Ke mordije për televizori. Po për i këshyri shka po bonë të bëhë, to po bëhë. Po i si mërë veshti. Krejt vallaj ma shumë se ti. Në ma? Po ty. Hani. Qa të pilon pra. Aj, hani, jo. Edhe se sot pilon që ashtu. Jo, vallaj, është e cakt, po ty s'po tanë do dusha që ashtu, po mos kujtot si se bori, po hondi. Qa ti bëjë. Qa dhe djeti kom bëjë për mi, vallaj, kur të keqër, asja këmë thonë, asë më ka thonë, e për mahia jemi shekar, ja. Do, kur për rënë, për e thonë për më rënë. Jo, kjo ko zanot, se ko, që shme thonë, kitë rënën e vetë e ko shkollë. Jo, unë e ka mërzi rënën, me mujtë ty bën e shumë e sy, kur asë njeri që rënë, asë po e ka më la, ty bën, s'moj mja kështinë. Se ka mëra në 3 gu, 3 gu, unë ja.